Prokurori i posaçëm Vladimir Mara dha detaje pas operacionit antidrog mes Shqipërisë dhe Italisë të koduar ura. Në total janë dhënë 52 masa sigurie për persona në Shqipëri dhe Itali, ndërsa janë ekzekutuar 40 masa sigurie. Mara u shpreh se janë zbuluar 30 episode të trafikimit të lëndëve narkotike në Itali dhe më pas 10 episode të tjera në Shqipëri, në Holand dhe në disa vende të tjera të Bashkimit Evropian. Në vijim nga ana e autoriteteve italiane, nga drejtoria e antimafjes dhe prokuria e Barit, janë administruar të dhënat të platformës së kriptuar Sky SCC, çfarë kanë rindërtuar dhe kanë paraqitur para hetimit një panoramë të qartë të organizimit të gjithë këtij grupi strukturar kriminal. Kemi arritur të rindërtojmë dhe të dokumentojmë gjithë shtrirjen e aktivitetit kriminal, i cili fillonte në Shqipëri, fillimisht në zonën e Puglia, Itali, më pas në gjithë territorin italian, dhe në vijim në disa vende të Bashkimit Evropian, si Gjermani, Belgjik, Holland, dhe në Amerikën e Jugut. E reja ka qenë sepse krahas të dhënave të përfituara nga veprimet, siç kanë qenë përgjimet telefonike, telematike e tjerë, janë përdorur në mënyrë të menjëhershme edhe të dhënat e përfituara nga platformat e kriptuara. Gjithsej janë sekuestruar 30 episode të trafikimit të lëndëve narkotike në Itali. Abbiamo 30 episodi di traffico di narcotici in Italia. Dhe më pas 10 episode tjera në Shqipëri, Holland dhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Mara po ashtu tha se janë evidentuar 30 episode të qarkullimit të parave nga Italia dhe vendet e BE-s drejt Shqipërisë në një vlerë gati 5 milion euro. Është arritur të konkludohet lidhur me të gjitha të ardhurat kriminale nga ky aktivitet kriminal. Dhe janë dokumentuar mbi 30 episode të qarkullimit të parave nga Italia apo vende tjera Bashkimit Evropian në drejtim të Shqipërisë, në një vlerë prej afro 5 milion euro. Përveç trafikimit të lëndëve narkotike, janë dokumentuar edhe vepra korruptive në Shqipëri, kjo pasi ka masa sigurimi të vendosur nga GJKK për vepra penale të korrupsionit për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. Janë ekzekutuar masat e sigurimit për 52 persona. Në Shqipëri dhe në Itali. Janë ekzekutuar 40 masat sigurimi. 40 misure di sicurezza. Atëre fakti hetimi janë evidentuar përveç episodeve të trafikimit të lëndëve narkotike dhe pjesëtarëve të grupeve strukturuar kriminale. Traffico di narcotici di gruppi criminali. Janë dokumentuar edhe vepra korruptive në territorin e Republikës së Shqipërisë. Abbiamo anche reati di corruzione nel territorio della Repubblica d'Albania. Kemi ekzekutuar masa sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit. Per abuso d'ufficio. Për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. Po ashtu janë ekzekutuar vendimet e gjykatës për sekuestrimin e disa pasurive. Janë ekzekutuar edhe vendimet e gjykatës lidhur me konfiskimin me sekuestrimin e pasurive. Pasuritë të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikimit të lëndëve narkotike. Proventi da attività illecite. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit, 3 ristoranti nella città di Durazzo, një bar kafe, un bar caffè, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. Më parë janë sekuestruar 3 milion euro. Sono stati sequestrati 3 milioni di euro. Para këto në kesh, in contanti, si të ardhurat të këtij grupi kriminal, të cilat janë nështruar edhe këta hetimit të këtij procedimi penal. Për të goditur grupin kriminal janë kryer hetime paralele në Itali dhe në Shqipëri, janë shkëmbyer të dhëna në mënyrë të menjëhershme dhe të përditshme, si dhe është realizuar sekuestrimi në disa episode të lëndëve narkotike në shtetin italian. Kanë qenë përgjimet në platformën e enkriptuar SkyEdge që i kanë ndihmuar hetuesit të rindërtojnë një panoramë të qartë të organizimit të grupit kriminal. Sipas hetimeve, aktiviteti kriminal fillonte në Shqipëri, më pas shkonte në zonën e Puglias, shpërndahej në gjithë territorin italian dhe në vijim në disa vende të BE-s si Gjermani, Belgjik, Holand dhe në Amerikën e Jugut.